Po, ma shumë jam i lumtur se i morëm 3 pikë dhe tash jemi në vend parë, kështu që kemi tash 2-3 ditë pushim, po nuk do të më gëzu. Vetëm se kemi fitu këtë ndeshje, po do të me mbajt vendin e parë, kështu që s'kemi shumë kohë për me festu. Fituan ndaj Elbasanit kryesues dhe me një lojë bindëse, besoj që kjo vllazni do shkojë gjatë? Po, normal kemi rraf e gnati ndeshjen e parë, fitum tash me Elbasanin edhe jemi të tregu se jemi lider kryesor, kështu që do të po theme edhe njerë, do të marrim ndeshje pas ndeshje edhe vetëm të luajmë kështu si kemi luajtur këtë ndeshje. Një pasim precis ndeshjen tjetër, por edhe protagonist tek goli i sotëm. Po ashtu edhe shumë duar turqitje nga publiku në momentin e zëvendësimit. Ka marrë Kastrati formën e duhur tashmë? Po jam të uni shumë mirë, e falenderoj trenerin për besimin që ma ka dhënë prej ditës parë që ka marrë, edhe pse s'kam qenë gjendjen më të mirë fizike, mënyra që ka folë me mu ka qenë shumë motivuese edhe këtë shpërblim ja dedikoj trenerit edhe inshallah vazhdojmë kështu me këtë suksese. Tifozët thirrën në kor emrin e Kastratit. Një motiv më shumë kjo për të bërë më mirë ndeshje tashmë? Po normal është shumë ndjenjë mirë kur tifozët Shkodran thrasin emrin tonë, kështu që po them edhe një herë i thras me çdo ndeshje të na vinë me një numër kaq të madh sa ishin sot edhe nuk bëm me qenë shumë euforik. Do jetë e vështirë tashmë për ta lëshuar vendin e parë Vllaznia? Do jetë një sfidë për ekipet e tjera? Po normal se kemi sfida shumë të forta, po do të tregojmë autoritet, tregojmë karakter se jemi për kampion, kështu që vetëm do të vazhdojmë kështu me këto ndeshje si i kemi bërë tash. Do jetë pronë e Vllaznisë vendi i parë? Normal. Besojmë se do të dalim këtë vit kampion, sepse kemi me të vërtet grupin shumë e mirë, stafi, trenerave janë shumë të mirë edhe vetëm do të me vazhdu kështu. A gjykoni se kjo vllazni bën diferencë me skuadra e tjera, apo keni rivale? Po, ta javë kisha bërë këtë pyetje juve. Si duket nga jashtë, sepse ne me të vërtet dukemi, edhe kur i shikojmë kundërshtarin, dukemi shumë ma mirë, po të them, futbolli është i tillë se nuk fiton gjithmonë më i miri. Mundemi me humbë një ndeshje shumë të lehtë, kështu që treneri është çdo ditë na motivu, edhe nuk po na lën me ngre shumë kokën lart, edhe jemi vetëm të u fokusuar çdo ndeshje, kështu që jam shumë i lumtur. Do jetë edhe me precize Vllaznia në konkretizim, sepse prodhon shumë, po ka raste si sot që shënon pak. Po, këto bojmë çdo ditë. Këtë punë e bojmë ne sulmust. Kështu që mundohemi me stërvit para portës që do të vinë ndoshta situata në disa ndeshje nuk do i kemi 5 raste, do i kemi 2 raste dhe do t'i shënojmë. Kështu që gjithë çunat janë të fokusuar 100% çdo ditë në stërvitje edhe besoj se jo vetëm unë, po gjithë janë të marrë veten edhe jemi të u ndi shumë më mirë. Faleminderit.